pari, ajo çfarë duhet shmangur gjithmonë janë këto pije të ëmbëlsuara, pije kështu në formën e akullit që shiten kryesisht për fëmijët, patetina, të ëmbëlsira, të tjera me radhë, por edhe sa i takon akulloreve, patjetër që fëmia do ta konsumojë një, se në fund të fundit e tham, jemi qenie sociale, jemi të rrethuar nga njerëz, nga festa, nga tjera me radhë. Problemi qëndron te ekspozimi, te ruajtja, te mënyra se si tregtohen. Tani unë nuk mund të them dot që ajo akulloria me termusa në plazh, në pikë të diellit është e shëndetshme. Nuk mund ta them dot këtë. Edhe nëse është bërë në ingredientët më të shëndetshëm të mundshëm, mënyra se si ruhet, se si konservohet, hapet mbyll kapakun e tjera me radhë, sigurisht e bën të pashëndetshme. Përdorimi i produkteve të mishit të përpunuar, prosciutto, sallam, më the të thash. Këto janë produkte të cilat nëse nuk ruhen në temperatura të duhura, mund të zhvillojnë baktere që favorizohen nga temperaturat e larta. Ushqimet bulmeti, qumshti, kosi, djathi, po kryesisht qumshti dhe djathi janë më shumë të kontaminueshëm dhe sjellin probleme me shëndetin nëse ne marrim pjesë të baktereve të tyre. Pra, mishi po ashtu. Dhe duhet patur kujdes edhe në mënyrën se si vendosim gjërat në frigorifer, sepse ne, në shtëpi e pastrojmë frigoriferin, kujdesemi për produktet e tjera, por ndodh të vendosim mishin e pagatuar me një ushqim të gatuar. Pavarësisht se e mbulojmë me tjera me radhë, nuk është mënyra e duhur për t'i mbajtur dhe për t'i ruajtur në frigorifer.